إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Allahun e falenderojmë dhe njëkohësisht dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush përveç Allahut. Pastaj përshëndetjet tona më të ngrata, më të sinqerta janë për Muhamedit alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët besnik dhe gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, me lejen e Allahut sot do përkujtojmë veten dhe ju mbi një praktik, mbi një edukat apo quaj kulturë të besimtarit që duhet ta ketë në jetën e tij, ajo është të shoqëruarit me cilësin e çdo hajri, të pasurit praktik që këtë ibadet me pas në praktikën tonë të vazhdueshme dhe në mënyrë të pashkputur. E fjala është duaja. Do flasim për meditim për duan. Andaj të nderuar xhamat, dietarët e kanë quajtur vepër të madhe duan, e cila lidhet me çdo hajër. Do të thotë duaja është sebeb i çdo hajrit dhe është sebeb i çdo suksesi, qoftë në dynja apo edhe në ahiret. Dhe si të tillë besimtarit nuk i lejohet të jetë i shkëputur me këtë ibadet. Shembull konkret vëllezër besimtar, sikurse xhumaja. Don te din se xhumaja në sezonin e dimrit falet në ora 12, se lën me tik xhumaja. Edhe kështu duhesh me kon i shoqëruar me dua në mënyrë të pashkëputur. Andaj nëse nolëm edhe e kthyrëm një libër të shkurt, Hisnul Muslim quhet, apo mburoja e muslimanit është quhet, është e mbushur me lutje. Për çdo situatë, bjen shi, fry ner, del pe shtëpie, hin shtëpi, hin mulla, del pe banjës, i afrosh bashkëshortës, don çdo situatë ka dua. Pse? Se kjo është metoda e Muhamedit alayhis salam për me na eduku neve me kët ibadet i cili është shumë madhështor. Andaj jo rastësisht dietarët e kanë quajtur kët vepër çels të çdo hajri apo të çdo suksesi. Në shariatin e Allahut, duaja vëllezër besimtar, e cila për fat keq për neve din me kon jo shumë e rëndësishme, quhet adhurim i madh. Gjani vëllezër besimtar, duaja në shariatin e Allahut, në libra kur shkruhet për pozitën e saj, thuhet adhurim i madh. Andaj e ke pa ndodh ty mu gjithve i thu dikujt, po lutë Allahun për çet punë, ka gjatë rënë vjen. Sikurse çfarë po më thotë për këtë punë, e diun ato, jo e spedim vallojnë. Po nisna prej vetet, spjadim rëndësinë që ka duaja. Nuk jem duke ja ditë rëndësinë që ka lutja, sepse do ishim shoqëruar me lutje, me dua, çysh na ka mësu Muhamedi alayhis salam. Andaj vëllezër besimtar, pasi që ka duaja një adhurim i madh, është vepër imanore, kur ti i shtren durt para Allahut me porulsi, dhe duke treguar frig respektin të ndaj Allahut, duke ja treguar nevojën tonë Allahut, jo që ai nuk e din. Mirë po, Allahu kështu ka kërku për neve, kjo është ajo vepër që ty të bën para Allahut me kon Rabbi veçantë. Allahu kështu ka qef me pa vëllezër besimtar robën e tij duke ja parashtruar nevojën e tij, sepse lidhesh kështu më shumë me Allahun. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, Allahu ti pranon kërkesat, lutjet tua, edhe në anën tjetër vëllezër besimtar ti ja realizon qëllimet e tua. Të nderuar vëllezër besimtar, masi Allahu ka i vetmi ai që i pranon lutjet e tij, a ka ndaj situatë që është e kufizuar që Allah thotë të mërkurë s'pranoj lutje, diellë s'pranoj lutje, tonë s'pranoj lutje, ose vetë ditë në xumë doni pranoj lutjet? Jo vëllezër besimtar. Allahu me rahmetin e tij të gjerë dhe me bujarinë e tij të madhe ka thënë në Kur'an, ud'uni astajib lakum, më lutni mua, unë ja u pranoj lutjet e juve.
Apo shenë Allahun besimtar, sa qenë ka madhështore edhe çështja e rahmetit Allahut. Allahu me bujarin e tij tepër të madhe, me rahmetin e tij shumë të madh, po thot më lutni unë ju përgjigje me lutjeve t'juja. Kurse në anën tjetër o vllazni, po thënë dietarët, mos lutja Allahut, mos më drejtu Allahut për lutjen tënde, për nevojën tënde, ka një status i keq. Ata që nuk e lusin Allahun, po e kanë atë kategorinë e njerëzve që nuk falen si pasojë e mendje madhësisë. A keni po njerëz po pse më folën si gjunaçar? Kështu më thot, pse më folën si gjunaçar? Kjo është element i kibrit vllazni. Është element i mendje madhësisë. Anje njerëzit duke u nis për një elementit që ai e ka domall që ja ka në Allahu, e ka dështu me kuptu që është prej Allahut, e ka dështu me kuptu që Allahu kur dën ja merr, bëhet me një madh edhe si drejtohet Allahut. Allahu për të parët, ata që e lusin Allahun, Allahu pas ka përgatit xhennet. Shpërblim madhështor. Pse? Se tham pak më herët, lutja që i ka iman, gjërsa mos më drejtu Allahut me lutje, mos më kon i lidhur ti me Allahun me lutjen, që i ka kibër, e keni në hadith, kush e ka një grimc atomi me një madhësi në zemrën e tina, s'ka mundësi me në xhennet, nëse është për muslimanë, pa kalu pa ka xhehenemi. Se mos e bazat me dal ka kofre, përfundon për herë në xhehenem. Andaj vëllezër besimtari, po dofka me qenë i shoqëruar, me lutje, me dua. Andaj e tham se pozita e lutjes që ka shumë nalt e ranguar tek Allahu, dhe Allahu po dojka që robërit e tij me lut Allahun. Andaj e përmendëm se Muhamedi alayhis salam na ka mësuar shumë lutje të mira dhe shumë lutje të cilat do të më shoqëru. Shembull konkret, kem hinë sot në xhumë. Cila është edukata me xhami? Bismillah. Allahumma iftah li wa bi rahmatik. Na mund të na zot po xhami dhe mi hap dyert e mëshirës tonë. Sa për neve kem thonë këtë lutje? Apo shenë vllazën besimtar që lutja është e neglizhuar dhe tham është çels i hajrit në dynjë dhe i suksesit në dynjë, po dhe i suksesit në ahiret. Don tehen normalisht kemi në xhami edhe don me një formalitet zakonshëm, po e ka pesh tek Allahu, pe lut Allahun për mëshirën tonë. E kështu vllazën besimtar ishte Muhamedi alayhis salam, e i cili shoqërohej me lutje në çdo situatë. Don nuk është e thonë vetëm ngrit durt, bën me lut dhe pa ngrit durt. Bën me thonë, ja Rab prano prej meje, ja Rab jepi filonit shëndet, ja Rab jepi filonit pasuni, ose gjëra të tjera. Andaj pejgamberi alayhis salam shoqërohej me lutjen vazhdimisht. Pse? Se tham do të më kon edukat e pa shkëputur e robët. Andaj Allahu e udhëzoi Muhammedin alayhis salam të thotë Allahumma asli li dini. Ja Rab, o Zotim, ma rregulla fen time. Dhe po thotë feja ime është çështja kryesore. Dhe pastaj thot asli li dunjaje dhe ma rregulla mu dynjan time. Dhe pastaj po thot bën jetën time që me kon sukses edhe vdekjen me kon rahati pe mëkateve. Të nderuar vëllezër besimtar, lutja nuk duhet me kon e shkëputur prej neve. Andaj Allahun do të me besu me cilësi dhe sifatet e larta që ka. Është ai që jep, po është ai që nal. Dhe kur bjen mend që ti atë çështje që e synon është në dorë të Allahut, mund me kon çështje të dunjas, më kon shkollim, pasuni, martesë, po dje prap që çaja çështje është në dorën e Rezakut, ai që furnizon. Andaj besimtari nëse din që Allahu e ka këtë cilësi, kurse braktis lutjen. Asnjëherë nuk e braktis lutjen, dhe për këtë arsye vëllezër besimtar duhet të shoqërohemi me këtë ibadet, pasi që paska edhe pozitë të lartë tek Allahu dhe qenka shumë e dobishme për neve, mirë po në një tjetër, nëse ne tregojmë të shkujdesur, pas kemi mundësi me hinat kategorinë e njerëzve që Allahu është i hidhruar me ta. Të nderuar vëllezër besimtar, mos me lut Allahun, pas ka mundësi që Allahu me u idhnu me neve. Andaj, po thot me një hadith vëllezër besimtar, meditoni rreth kësaj çështje. Po thot lejse shay'un akramun inda Allah min dua. S'ka diçka ma fisnike. Shikoni vëllezër besimtar, ka në fund përjashtuese. Këto tjera ti ka përjashtu. Don s'ka diçka ma fisnike tek Allahu se sa doja që bën robi
tek Zoti i tij. Atë lutjen ti që e drejton, Allahu për vlerësoj ka shumë, sepse ti po e tregon porulsinë tonë, po e tregon imanin ton, po e tregon varfënin tonë për Allahut, sepse na jemi të varfër për Allahut. Allah është dhani, është i pasur, s'ka nevojë për neve, mirë po është ai që neve na i realizon projektet tona. Andaj po thot Muhamedi alayhis salam, ai që nuk e lut Allahun, Allah i dhërohet me të. Të nderuar xhamat, shpesh po habit me dynjë, shpesh po bazohemi në sebepet dynjas më shumë, duke ja nashkaluar ato sebepet ahiretit. Andaj e përmendëm në vojzën e xumos shembull e Yahya ibn Muadhit, kur ka folur për çështën e rrezikut, çka i ka thonë? A mendoni ju se Allahu ju ka harru juve? Jo, astaghfirullah. A mendoni ju që me angazhimet e juve ju fitoni dynjan? Astaghfirullah. Andaj besimtari çfarë? E balancon jetën mes sebepeve toksore dhe sebepeve të ahiretit. E si duket vllazni, na jetojmë me një kohë ku sebepet e tokës ja u kanë mujt sebepet të ahiretit, ja kanë mujt sebepet të Zotit. Andaj besimtari që edukat nuk dën me pas në moralin e tina. Do është i balancuar edhe me sebepet e tokës, po edhe sebepet e ahiretit e merr në mënyrë që të jetë i suksesshëm në jetën e tij. Andaj vëllezër besimtar, dine që s'keni më ndal prej hajrit, që nuk kupton keni me qenë hajr të vazhdueshëm, edhe keni mes drejt suksesit nëse vazhdimisht shoqëroheni me lutje drejt Allahut. Kemi nis një punë, kemi nis një shtëpi, një shkollim, ja Rab, unë jam i dopt, unë jam i varfër, kam për nevojë për ndihmën tënde. E pastaj me lejen e Allahut, për të suksesit për momentin, sa herë që ti tregohesh mu tentu, mu treguj pavarën, edhe që s'ki nevojë për ndihmën e Allahut, dije që dështimi është katprek. Në ka që më në besë në portyt, bes duke kërë falet Allah, kërkën dhe fale, salat, fërës dhe mëshirus. Alhamdulillah, wahdahu, wassalatu, wassalam, ala mena nabiyya ba'da. Ta nërë Allah zënë besimtar, njetën tonë ballafaqohem me shumë sfida, ballafaqohem me shumë sprova, dhe në këtë drejtim sprovat prej momentit që del prej dere, ato veç fillojnë me ushtu. E një prej tyre që është sherrri i njerëzve vllazni. Sherrri i njerëzve, pse? Njeri ka mundësi me pas natyrën jo të mirë, ka mundësi me pas provokime nga shejtani, nga njerëz, dhe ka mundësi me kon viktim e sherrit. Po për më shumë, ka herë ka mundësi vetë me kon shkaktar i sherrit. Andaj Islami vëllezër besimtar na mëson që na me lut Allahun me na rujt pej sherrit tjerëve, por edhe mos mi bë dëm sherr tjerëve. Ka herë njëri vllazni vjen vetë bën dëm sherr dikujt pa dashur. Andaj pejgamberi sa po na thot kur dini pri shpije me u lut me këtë lutje, Allah ruam pej sherrit njerëzve edhe ruam që mbi bë dikujt pa drejtësi. Ka mundësi vëllezër besimtar, e keni po kjo pjesëmarrja jon në komunikacion po shumë sfiduese, do mos me pas njërin edukat mirë, po thuaj se çdo ditë ka rrezik me ra me një konflikt apo një sherr me dikën. Andaj pejgamberi son kështu na thot, lutni Allahun që më rujt pej sherrit tjerëve, po dhe jo mos mi bë sherr të tjerëve. Andaj vëllezër besimtar, ne kemi nevojë që të jemi të mbrojtëm për këtij sherri, po çish po realizoj ka kjo, duke pas mendje se do të më ulu don Allahu e ka lënë këtë don si sebeb, na rujt Allahu. Ndëgjoja një ditë një musliman e spjegojke çështjen dos interesant. Tha hoxh, nuk pajtohena me to, po meditimi i tij na bën një përshtypje. Tha hoxh, a ke po këtë smart teknologjinë? Po. Tha hin shpë, i thu dhezu drit, tha dhezë drita. Shumë. E tha çto do që i thojnë ana si del për shtëpie, e thu bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, tha çështë të vjen me losë me trujt. Subhanallah. Apo shenë vllazën besimtar njëri kur mediton, kur koni se na nuk e dim çish funksionon me loçet, po e dim se Allahu na ka mësuar përmes dërguarit tina me thon në lutje caktuar, e çish kyçet mekanizmin na nuk e dina, po e bekeni paralele çështo, Allahu ala, mirë po ka interesant. Andaj ti kur të thuash to bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, do kemi pas mbrojtjen e Allahut. E lut Allahu ara, o Allah, më ruaj pe sherrit tjerëve,
dhe më mujt mi bë padrejtësi tjerëve, dhe kjo është më rëndësi. Çka nuk kupton? Allahu pe kjo çka në mekanizëm që ty me trujt. Andaj besimtari të nderuar vëllezër besimtar është për atyre i cili vazhdimisht shoqërohet me dua. Me këtë do përmbyllim. Në një situatë vllazni dashën, Muhamedi alayhis salam ishte i shoqëruar me dietarën e sahabëve, me Muadh ibn Jabelin, për të cilën është thonë se është më i ditur mbi halalin dhe haramin ndër sahabë. Madje kom ju pri dietarëve në xhennet. I pari dietarëve është Muadh, edhe mas ti këto dietarë vinë. Dhe i thot: "Ja Muadh, inni uhibbuk." O Muadh, unë ty me të vërtet të dua. Dhe po i thot: "Pas çdo namazi bëni një lutje. Bë dua pas çdo namazi. Thuaj Allahumma inni ala dhikrik." O Zot, më ndihmo me të përmend ty, wa shukrik, edhe në përmendjen tone, wa husni ibadetik, dhe me mujt me bë ibadetin në formë më të përsosur. Qysh, ti ç'tash ti u fale, edhe të dal pe xhamis hapet me thonë lutje, po, se kjo është adhurimi, është obligim, e kjo obligim. Mirë po, kjo do të më ta përkujtu që s'bën me u do prej doas. Do të më konë kulturë jo të doja, do të më konë kulturë që ti vazhdimisht lutesh, dhe shembullin më interesant për këtë çështje vllazni, na kanë dhënë sahabët, e kanë prunë një shembull shumë thjesht, ajo është se thonë e kem lutë Allahun për kryp. E sot vllazni nuk besoj se dikush për neve ka nevojë për kryp. Mirë po, kjo na tregon kulturën që dush me konë i shoqëruar me do, respektivisht dush me konë i mësuar me tërkit derën Allahut. Dush me konë i mësuar me tërkit derën Allahut dhe atë me porullsi, qoftë çështje e madhe, qoftë çështje e vogël, qoftë dynja, qoftë ahiret, qoftë smundje, qoftë shëndet, mirë po lutë Allahun dhe mësau që me lutë Allahun për problemet e tua dhe kemi pas Allahun ndihmtar në çështjet e tua, e lutem Allahun që të na ndihmoj në çështjet tona edhe të dynjas, edhe të ahiretit, dhe të jetë edukata jon që të lusim Allahun vazhdimisht, sepse ato është çelësi i hajrit dhe suksesit.